është pak problem edhe me rrugë festën e pavarësisë, edhe pse kemi prit me Sheku me Dekota, po dje hiç më larg i kemi pa do prokurorë që flisnin me gjuhën e Serbisë, e nënën tjetër ishin duke u mbrojt njerëz që e kanë pru lirinë dhe pavarësinë së bashku me gjithë popullin, jo vetëm ata. Edhe shumë e vështirë me mendu që dje i drejtohet presidentit shtetit thotë duhet dënimi 45 vjet, 2 kryeparlamentarëve, shefit grupit, domthonë njerëz që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, dhe kjo me të vërtetë për neve, jo vetëm për neve, por gjithë ato familje që kanë dhënë një kontribut në Kosovë, është shumë e rëndë dhe shumë e vështirë. Unë mendoj që një nga përvjetoret e pavarësisë më të rënda është kjo për neve, sinqerisht. Kur peshojmë qëllimin e prokurorisë, cili është qëllimi i tyre, dojnë me të cëngu lirinë, dojnë me ndryshu historinë, kjo është me të vërtetë e papranueshme dhe ne, si luftëtarë të lirisë, me aq sa kontribut sa kemi pas mundësi me dhënë, është mjaft e papranueshme kjo çka është ndodhur, po shpresojmë në drejtësi, shpresojmë që gjykata të jetë e pavarur, edhe ashtu si duhet të jetë, dhe të jap një verdikt, faktet janë në anën tonë, argumentet janë në anën tonë, e drejta është në anën tonë, nëse nuk ka qëllime politike, atëherë besoj që do të mirret një vendim i shkallës parë, i cili do t'i liroj liderët tanë, do të kthehen te familjet, mas pari te familjet e veta, e më pas edhe tek ne, se me të vërtetë këtu pavarësia pa njerëz që e kanë dhënë këtë, që e kanë hartuar domosdoshmë pavarësinë, janë trauma, janë vështira për neve, janë vështira për familjet e dëshmorëve, për invalid, për veteranët e luftës, për familjet e viktimave, martërëve, të gjithëve, por megjithatë çka të bëjmë, jemi një popull i vogël dhe kështu kur s'ki fuqi të madhe, ndodhin këto gjëra mas 26 vite mu përball me diçka që me të vërtetë kur fal sensi edhe efekti s'ka. Po çka të them, kur një kasap sikur Miloševići, që ka shkatruar Serbinë, e Serbia e mbron, shqiptarët, një pjesë e shqiptarëve të zi, domethënë, e akuzojnë Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqi, Recep Selimin, cilët e kanë mbru lirinë, e kanë kriju shtetin, nuk di çka të them më shumë sinqerisht.